Duaja për babain tim. Të dashur miq, të gjithëve neve o na jetojnë o na kanë vdekur prindë tanë, që sot përpara iftarit dëshirim të bëjmë një lutje enkës për ta. Duke lutur Allahun xhaleshanuhu dhe duke thënë Bismillahirrahmanirrahim. O Allah, më shiroje baban tim aq sa kur dëshirova që ai të qëndroje afër meje. O Allah, bëje të shijoj nga begatitë që u ke premtuar besimtarëve tu. O Zoti, më shiroje atë dhe bëne që të jetë në begati të përhershme. O Allah, bëje babain tim të qetë në varrin e tij, të sigurt në ditën e Kiametit, të mbështetur në bujarinë tënde dhe të ngritur në shkallët më të larta. O Allah, më shiroj babain tim dhe bëje nga ata të cilët do të qeshin dhe i gëzohen xhenetit tënd. O Allah, lëshon mbi varrin e tij dritë, që t'ja largoj vetmin dhe t'ja ndriçoj shtratin e tij. Zgjeroja varrin dhe fale atë, nga se ti e falës. Ja Arhamar Rahimin, o mëshiruesi i madh. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.